Dita e 26 e leximit të Biblës. Sot kemi Zanafilla 42, 43, Psalmin 46, 47, 48 dhe Mateu 17. Zanafilla 42. Por Jakobi, pasi mësoi se në Egjipt kishte grur, u tha bijve të tij: "Pse shikoni njëri tjetrin?" Pastaj tha: "Ja dëgjova se në Egjipt ka grur. Shkoni atje poshtë për të bler grur për ne, që të mundim të jetojmë dhe të mos vdesim." Kështu 10 vëllezrit e Jozefit zbritën në Egjipt për të bler grur. Por Jakobi nuk e dërgoi Benjaminin, vëllain e Jozefit, me vëllezrit e tij, sepse thoshte të mos i ngjas ndonjë fatkeqësi. Bijtë e Izraelit arritën aty pra për të bler grur në mes të ardhurve të tjerë, sepse në vendin e Kananejve zotëronte zia. Jozefi ishte qeveritar i vendit, ai ushiste grur tërë njerëzve të vendit, dhe vëllezrit e Jozefit erdhën dhe u përkulën para tij me fytyrë për tokë. Jozefi pa vëllezrit e tij dhe i njohu, por u suall me ta si një i huaj dhe përdori fjalë të ashpra me ta, duke u thënë: "Nga vini?" Ata u përgjigjen: "Nga vendi i Kananit për të bler ushqime." Kështu Jozefi njohu vëllezrit e tij, por ata nuk e njohën atë. Atëherë Jozefit ju kujtua ëndra që kishte parë rreth tyre dhe tha: "Ju jeni spiun. Keni ardhur këtu për të parë pikat e pambrojtura të vendit." Ata ju përgjigjen: "Jo, zotëria im. Shërbëtorët e tu nuk kanë ardhur këtu për të bler ushqime. Jemi të gjithë bijtë e të njëjtit njeri. Jemi njerëz të ndershëm. Shërbëtorët e tu nuk janë spiun." Por ai u tha atyre: "Jo, ju keni ardhur për të parë pikat e pambrojtura të vendit." Atëherë ata thanë: "Ne shërbëtorët e ty jemi 12 vëllezër, bijtë të njëjtit njeri nga vendi i Kananit. Dhe ja, pra më i riu është sot me atin ton, dhe njëri prej tyre nuk është më." Por Jozefi u tha atyre: "Çështja qëndron ashtu siç ju thash, ju jeni spiun. Ja si do të vjeni në provë. Ashtu siç është e vërteta që faraoni jeton, nuk do të dilni këtej para se vëllai juaj më i vogël të vijë këtu. Dërgoni njërin prej jush të marrë vëllain tuaj, dhe ju do të qëndroni këtu në burg, që fjalët tuaja të provohen dhe të shihen nëse thoni të vërtetën. Por ndryshe, ashtu siç është e vërtetë që faraoni jeton, ju jeni spiun." Kështu i futi bashkë në burg për 3 ditë. Ditën e tretë Jozefi u tha atyre: "Bëni këtë dhe do të jetoni. Unë kam frikë nga Perëndia. Në rast se jeni njerëz të ndershëm, njëri nga ju, vëllezrit të ri, i lidhur me zinxhir në burgun ton, dhe ju shkoni tu çoni grur familjeve tuaja që mos vdesin urije. Pastaj më sillni vëllain tuaj më të vogël, kështu do të vërtetohen fjalët tuaja dhe ju nuk keni për të vdekur." Dhe ata vepruan kështu. Atëherë i thoshin njëri tjetrit: "Ne jemi me të vërtet fajtor ndaj vëllait ton, sepse e pam ankthin e shpirtit të tij kur ai na lutej, por nuk ja u vun veshin. Japsa, pse na ra kjo fatkeqësi?" Rubeni që ju përgjigje atyre duke thënë: "A nuk ju thoja unë, mos kryeni këtë mëkat kundër fëmijës, por ju nuk më dëgjuat. Prandaj tani na kërkohet llogari për gjakun e tij." Ata nuk e dinin që Jozefi i kuptonte, sepse midis tij dhe atyre ishte një përkthyes. Atëherë ai u largua nga ata dhe qau. Pastaj u kthye pranë tyre dhe u foli. Mori Shimeonin dhe vuri ta lidhnin me zinxhir para syve të tyre. Pastaj Jozefi urdhëroi t'i mbushnin me grur thasët e tyre, të vendosnin parat në secilin në trastën e tij dhe t'u jepnin ushqime për udhëtim, dhe kështu u bë. Ata ngarkuan pra grurin mbi gomarët e tyre dhe u larguan. Tani në vendin ku po kalonin natën, njëri prej tyre hapi trastën e vet për t'i dhënë ushqim gomarit të tij, dhe pa aty brenda parat e veta që ishin në gryk të trastës. Kështu ju drejtua vëllezërve të tij: "Parat e mia mu rikthyen. Ja ku janë, në trastën time." Atëherë zemërvrar dhe i trembur i thoshin njëri tjetrit: "Ç'është vallë kjo që na bëri Perëndia?" Kështu arritën te Jakobi, ati i tyre në vendin e Kananit, dhe i treguan të gjitha ato që kishin ndodhur, duke thënë: "Njeriu që është zoti i vendit na foli ashpër dhe na trajtoi si spiun të vendit. Dhe ne i tham: jemi njerëz të ndershëm, nuk jemi spiun. Jemi 12 vëllezër, bijtë të atit ton. Njëri nuk është më, dhe i riu ndodhet sot me atin ton në vendin e Kananit. Por ai njeri, zoti i vendit na tha:
Nga kjo do të provoj nëse jeni njerëz të ndershëm. Lini pranë meje një prej vëllezërve tuaj. Merrni me vete ushqime për familjen tuaj që po vdes nga uria dhe shkoni. Pastaj më sillni vëllan tuaj më të vogël. Kështu do të provoj që nuk jeni spiun, por njerëz të ndershëm. Unë do t'ju kthej vëllan tuaj dhe ju do t'i keni mundësi të bëni tregti këtu. Ndërsa ata po zbrasnin trastat e tyre, ja që pakot e parave të secilit ishin në trastën e secilit. Kështu ata dhe ati i tyre i pam pakot e parave të tyre dhe i zuri frika. Atëherë Jakobi ati i tyre tha: ju më keni lënë pa bijtë e mi. Jozefi nuk është më, Simeoni nuk është më, dhe doni të më hiqni edhe Benjaminin? E tërë kjo rëndon mbi mua. Rubeni i tha atit: po nuk ja ta ktheva, urdhëro të vriten 2 bijtë e mi. Beso ma mua, unë do të ta kthej. Por Jakobi ju përgjigj: biri im nuk ka për të zbritur me ju, sepse vëllai i tij vdiq dhe mbeti vetëm ky. Po ti ndodh ndonjë fatkeqësi gjatë udhëtimit, do të kallnit në varr pleqërinë time të dhëmshme. Kapitulli 43. Por zia ishte e madhe në vend, dhe nuk mbaruan së ngrëni, dhe kur mbaruan së ngrëni grurin që kishin sjell nga Egjipti, Jati u tha atyre: ktheuni për të na bler pak ushqime. Por Juda ju përgjigj duke thënë: ai njeri na ka paralajmëruar haptas duke thënë: nuk keni për ta parë fytyrën time, në qoftë se vëllai juaj nuk do t'jetë me ju. Në qoftë se ti e nis vëllan ton me ne do të zbresim dhe do të blejmë ushqime. Por në rast se nuk e nis, ne nuk kemi për të zbritur, sepse ai njeri na tha: nuk keni për të parë fytyrën time, në rast se vëllai juaj nuk do t'jetë me ju. Atëherë Izraeli tha: pse më dhat këtë dhembje, duke i thënë atij njeriu që kishit edhe një vëlla? Ata ju përgjigjen: ai njeri na pyeti me shumë kujdes për ne dhe farefisin ton, duke thënë: gjallë është ende ati juaj? Keni ndonjë vëlla tjetër? Dhe ne u përgjigjëm në bazë të këtyre pyetjeve të tij. Ku të na shkonte mendja ne, se ai do të na thoshte: sillni këtu vëllan tuaj. Pastaj Juda i tha Izraelit atit të tij: lere fëmijën të vijë me mua, dhe do të çohemi dhe do të shkojmë në mënyrë që të rrojmë dhe jo të vdesim. Si ne ashtu edhe ti e të veçlit tanë. Unë bëhem garant për te. Do t'i kërkosh llogari dorës sime për atë. Në rast se nuk e rikthej dhe nuk e vë përpara teje, do t'jem fajtor para teje për gjithnjë. Po të mos ishim vonuar në këtë orë, do t'ishim kthyer për të dytën herë. Atëherë Izraeli ati i tyre u tha atyre: po të jetë ashtu, veproni në këtë mënyrë. Merrni në trastat tuaja disa nga prodhimet më të mira të vendit, dhe i çoni atij njeriu një dhuratë: pak balsam, pak mjalt, disa aroma e mirë, fistik dhe bajame. Merrni me vete 2 fishin e parave dhe kthejani parat që ju vun në grykën e trastave tuaja. Ndoshta ka qenë një gabim. Merrni edhe vëllan tuaj dhe çoni dhe ktheuni tek ai njeri. Dhe Perëndia i plot fuqishëm t'ju bëj të gjeni hir para atij njeriu, kështu që ai të liroj vëllain tuaj dhe Benjaminin. Sa për mua, po të jetë se duhet të mbetem pa bijtë e mi, ashtu qoftë. Ata pra morën me vete dhuratën dhe 2 fishin e parave dhe Benjaminin, u ngritën dhe zbritën në Egjipt dhe u paraqitën para Jozefit. Kur Jozefi pa Benjaminin bashkë me ta, i tha kryeshërbëtorit të shtëpisë së tij: çoj këta njerëz në shtëpi, therr një kafsh dhe përgatit një banket, sepse ata do ta ndrek bashkë me mua. Dhe ai bëri ashtu siç e urdhëroi Jozefi, dhe i çoi në shtëpinë e Jozefit. Por ata u trembën për shkak se i kishin çuar në shtëpitë e Jozefit dhe thanë: na sollën këtu për shkak të atyre parave që na u vunë në trastat për herën e parë, për të gjetur një shkac kundër nesh, për të sulmuar, për të sulur mbi ne dhe për të na zënë sklevër bashkë me gomarët tanë. Pasi u afruan krye shërbëtorit të shtëpisë Jozefit, folëm me 8 dera e shtëpisë dhe thanë: zotria im, ne zbritëm në të vërtetë herën e parë këtu për të bler ushqime. Po ndodhi që kur arritëm në vendin ku kaluam natën, hapëm trastat dhe ja parate secilit prej nesh ndodhej në gryk të trastës së vet. Parat
tona me peshën e tyre të sakt, tani e kemi sjell me vete. Dhe kemi sjell me vete para të tjera për të bler ushqime. Ne nuk e dim kush mund t'i ketë vënë parat tona në trastat tona. Por ai u tha, qetësoni, mos u tremni, Perëndia juaj dhe Perëndia i atit tuaj ka vënë një thesar në trastat tuaja. Unë i par të aparat tuaja. Pastaj u solli Simeonin. Ai njeri i futi në shtëpinë e Jozefit, u dha ujë që të lanin këmbët dhe ushqim për gomarët e tyre. Atëherë ata përgatitën dhuratën duke pritur që Jozefi të vinte në mesditë, sepse kishin dëgjuar që do të rrinin për të ngrënë në atë vend. Kur Jozefi arriti në shtëpi, ata i paraqitën dhuratën që kishin sjellë me vete në shtëpi dhe u përkulën para tyre deri në tokë. Ai i pyeti, si ishin, dhe tha, ati juaj, për të cilin më keni folur, është mirë? Ashtë ende gjallë. Ata u përgjigjen. Shërbëtori yt aty ynë. O Zot më fal. Më merr një qarë gjithmonë që i lexoj këtë paragraf, gjithmonë. Ata u përgjigjen. Shërbëtori yt aty ynë është i mirë, jeton ende, dhe ende ruan duke u përkulur. Pastaj Jozefi ngriti syt, pa vëllain e tij Benjaminin, birin e nësë tij dhe tha, ky është vëllai juaj më i vogël, për të cilin më folët, dhe shtoi Perëndia të ndihmoft biri im. Atëherë Jozefi nxitoi të dalë jashtë, sepse ishte mallëngjyer thellë për shkak të vllait të tij dhe kërkonte vend ku të qante. Hyri kështu në dhomën e tij dhe qau. Pastaj lau fytyrën dhe doli. Duke i dhënë emër vetes tha, shtrojeni drekën, duke i dhënë zemër vetes. Dreka u shtrua veçmas për te, veçmas për ata dhe për egjiptasit që hanin veçmas nga ai, sepse egjiptasit nuk mund të hanin bashkë me hebrejt. Kjo do të ishte një gjë e neveritshme për egjiptasit. Kështu, ata ulën përpara tij, i parë linduri sipas së drejtës së tij, të parë birërisë, dhe më i riu sipas moshës së tij, dhe i shikonin njëri tjetrin me habi. Dhe Jozefi urdhëroi që t'u sillnin racione nga tryeza e vet, por racioni i Benjaminit ishte 5 herë më i madh nga ai secilit prej tyre. Dhe pinë dhe gëzuan me te. Amen. Psalmi 46, 47 dhe 48. Perëndia është për ne një strehë dhe një forcë, një ndihmë gjithnjë e gatshme në fatkeqësi. Prandaj ne nuk do të kemi frikë, edhe sikur toka të luaj dhe malet të hidheshin në mes të detit, dhe ujërat e tij të tërbohen dhe të shkumojnë dhe malet të dridhen në fryrjen e tij. Është një lumë, brigjet e të cilit mbushin me gëzim qytetin e Perëndisë, vendin e shenjtë ku banon shumë i larti. Perëndia është në mes të tij. Ai nuk do të luajë nga vendi. Perëndia do ta ndihmojë në dritat e para të mëngjesit. Kombet do të zjejnë, mbretërit do të tronditen. Ai dërgoi jashtë zërin e tij, toka u shkri. Zoti ushtrive është me ne. Perëndia e Jakobit është streha jon. Ejani dhe admironi veprat e Zotit që ka bërë mrekulli mbi tokë. Ai bën që të pushojnë luftrat deri në skajin e tokës. Ai prish harqet dhe thyen shtizat dhe djeg qerret me zjarr. Ndaluni dhe pranoni që jam Perëndi. Do të ngrihem lart midis kombeve dhe do të shtrihem lart mbi tokë. Zoti ushtrive është me ne. Perëndia e Jakobit është streha jon. Psalmi 47. Duar trokisni o popuj, kremtoni Perëndin me britma triumfi, sepse Zoti shumë i larti është i tmerrshëm, një mbret i madh mbi gjithë dheun. Ai do të na nënshtrojë popujt dhe kombet do t'i vënë në këmbët tona. Ai do të zgjedh për ne një trashëgimin ton, lavdinë e Jakobit që ai e do. Perëndia është ngritur në mes broritjesh, gëzimi Zoti me tingujt e brorive. E borive. Këndojini lavde Perëndis ton, këndojini lavde. Këndojini lavde mbretit ton, këndojini lavde. Sepse Perëndia është mbreti i gjithë dheut. Këndojini lavde me zotësi. Perëndia mbretëron mbi kombet, Perëndia ulet mbi fronin e tij të shenjtë. Princat e popujve
populli Perëndis të Abrahamit janë mbledhur bashk, sepse Perëndis i përkasin burojat e tokës. Atë e lëvdojnë me të madhe. Amen. Psalmi 48. I madh është Zoti dhe e meriton të lavdërohet. Në kulm në qytetin e Perëndis ton, në malin e tij të shenjtë. I bukur për nga lartësia e tij. Gëzimi i gjithë dheut është mali Sionit, nga ana e veriut qyteti i mbretit të madh. Në pallatet e tij Perëndia u bë i njohur si një kala e pa pushtueshme. Ja mbretrit ishin mbledhur dhe shikonin përpara bashkarisht. Por sa e pan, mbetën të shushatur dhe ikën të tmerruar. Atje i zun drithërimat dhe si të prerat e lindjes. Në të njëjtën mënyrë si era e lindjes që i bën cop anijet e Tarshishit. Siç e kishin dëgjuar, ashtu pan në qytetet e Zotit disa ushtri në qytetin e Perëndis ton. Perëndia do ta bëjë të qëndrueshëm për jetë. Në tempullin tënd, o Perëndi, ne kemi rënë në mendime mbi mirësinë tënde. Ashtu si emri yt, o Perëndi, kështu lëvdimi yt arrin deri në skajin e tokës. Dora jote djathtë është tër drejtësi. Le të gëzohet mali Sion. Le të ngazëllojnë vajzat e Judës dhe gjykimet e tua. I bini rrotull Sionit, vizitojeni, numëroni kullat e tij, kërqyrni fortesat e tij, admironi pallatet e tij, me qëllim që të mund t'ua tregoni brezave që do të vinë, sepse ky Perëndi është Perëndia ynë për jetë. Gjithnjë ai do të jetë udhëheqësi ynë. Amen. Kështu është, kështu do të bëhet. Haleluja. Mateu 17. Mbas 6 ditësh, Jezusi mori me vete Pjetrin, Jakobin dhe Gjonin, vëllain e tij, dhe i çoi mbi një mal të lartë në vetmi, dhe u shpërfytyrua përpara tyre. Fytyra e tij shkëlqeu si dielli, dhe rrobat e tij u bën të bardha si drita. Dhe ja, ju shfaqën atyre Mojsiu dhe Elia, të cilët bisedonin me te. Atëherë Pjetri, duke marrë fjalën, i tha Jezusit: Zot, është mirë që ne jemi këtu. Po të duash, do të ngrejmë këtu 3 çadra, një për ty, një për Mojsiun dhe një për Elian. Ndërsa ai fliste akoma, ja, një re plot driti mbuloi, dhe nga reja u dëgjua një zë që thoshte: Ky është biri im i dashur, në të jam kënaqur. Dëgjojeni. Dhe dishepujt sa po e dëgjuan këtë, ranë me fytyrë për tokë dhe i zuri një frikë e madhe. Por Jezusi u afrua, i preku dhe tha: Çoni dhe mos keni frikë. Dhe ata kur i çuan syt, nuk pa njeri, përveç Jezusit vetëm. Pastaj kur po zbrisnin nga mali, Jezusi u tha atyre: Mos i flisni askujt për këtë vegim, derisa biri njeriut të jetë ringjallur prej së vdekuri. Atëherë dishepujt e tij e pyetën duke thënë: Vallë, pse skribët thonë se duhet të vi më parë Elia? Dhe Jezusi u përgjigj: Vërtet Elia duhet të vi më parë dhe të rivendos çdo gjë. Por unë po ju them se Elia ka ardhur dhe ata nuk e kanë njohur. Madje u sollën me të si deshën. Kështu edhe biri njeriut do t'i duhet të vuaj prej tyre. Atëherë dishepujt e kuptuan se u kishte folur për gjon pak zori. Kur arritën afër turmës, një burr ju afrua dhe duke u gjunjëzuar para tij tha: Zot, ki mëshirë për birin tim, sepse është epileptik dhe vuan shumë. Shpesh ai bie në zjarr dhe shpesh në ujë. Tani unë e solla te dishepujt e tu, por ata nuk mundën ta shëronin. Dhe Jezusi duke u përgjigjur tha: O brez që nuk beson dhe i çoroditur, deri kur do të qëndroj midis jush? Deri kur do t'ju duroj? E sillni këtu tek unë. Atëherë Jezusi e qortoi demonin, dhe ky doli nga djali dhe që nga ai çast djali u shërua. Atëherë dishepujt ju afruan Jezusit më njanë dhe i thanë: Përse ne nuk ishim në gjendje ta dëbonim? Dhe Jezusi u tha atyre: Prej mosbesimit tuaj, sepse në të vërtetën po ju them se po të keni besim sa një kokër sinapi, do t'i thoni këtij mali: zhvendosu nga këtu dhe atje,
dhe ai do të zhvendoset dhe asgjë nuk do të jetë e pamundur për ju. Por ky lloj demoni nuk del veç se me anë të lutjes dhe të agjërimit. Por ndërsa ata qëndronin në Galile, Jezusi u tha atyre: Biri i njeriut do t'u dorëzohet në duart e njerëzve, dhe ata do ta vrasin, por ditën e tretë ai do të ringjallet. Dhe ata u pikëlluan shumë. Kur arritën në Kapernaum, vjelësit e të drachmëve ju afruan Pjetrit dhe i thanë: Mësuesi juaj, a e paguan taksën e tempullit? Dhe ai tha: Po. Kur hyri në shtëpi, Jezusi e pyeti përpara duke thënë: Ç'mendon ti, Simon? Prej kujt i marrin haracet ose taksat mbretërit e dheut? Prej bijve të vet o da prej të huajve? Pjetri tha: Prej të huajve. Bijt jam. Jezusi tha: Bijt pra përjashtohen. Megjithatë, për të mos i skandalizuar ata, shko në det, hidhe grepin, merr peshkun e parë që do të vi lart, hapja gojen dhe do të gjesh një statern. Merre dhe jepja u atyre për ty dhe për mua. Amen. Ju bekoj.